Jo vetëm shkelje, por kisha thënë se ky është turpi i radhës, të cilën e bën kjo gjykatë speciale, kur në ditën tonë kombëtare, në ditën e shenjtë të kombit shqiptar, organizon një seancë kundër udhëheqësit politik të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kundër presidentit Kosovës, kundër pavarësisë Kosovës dhe kundër gjithë kombit shqiptar në ditën e sotme. Si cilësoni reagimin e presidentit Thaçi, ish presidentit Thaçi? Presidenti Thaçi shumë mirë tha se kjo për ne është një befasi jo e këndshme, e cila ndër bashkëluftarët e tij ka shpreh një pakënaqësi, një indignatë të thellë, të cilën nuk dim as si ta shprehem, sepse është një shkelje, një tendencë për poshtrim, një tendencë për s'diçka, për nënçmim, për mohim të gjithë shkaje që është shqiptare. A ka mund të parandaloj, zoti Sopi, pra një seancë e tillë, që të marrë pikërisht normal se ekzistojnë edhe 364 ditë tjera, jo ditën e pavarësisë së Shqipërisë, ditën e flamurit tonë, ditën e shpalljes daljes publike të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ditën e ditëlindjes së komandantit Adem Jashari, ditës kur edhe Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë, është dita ndër ditët më të vlefshme, ndër ditët të shenjta të kombit tonë. Sopi, të falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhësh drejt për drejt me ne. Me nderë qofsh.